Objekti që po shihni këtu prapa meje është vendi ku po ndërtohet pishina gjysmë olimpike këtu në qytetin e Podujeves. 4 milion euro është investimi që do të bëhet në këtë infrastrukturë sportive, e cila do të shërbej edhe për lojrat mesdhetare që në Prishtinë do të zhvillohen në vitin 2030. Edhe pse ende nuk është e caktuar nëse do të përdoret ky objekt dhe kjo pishinë gjysmë olimpike për garat zyrtare të lojrave mesdhetare, ajo që ka bërë të ditur ministri në detyrë i Ministrisë për Sport, zotëri Hajrullah Çeku, ka thënë se së paku kjo pishinë do të jetë vendi ku sportistët gjatë lojrave mesdhetare 2030 do ta përdorin së paku për tu përgatitur që të zhvillojnë ato gara zyrtare. Këtu ku jemi, te pishina gjysmë olimpike, vlera totale e investimit është 4 milion euro. Këtu punimet kanë nisur si vjet gjatë verës, në muajin qershor. Tashmë shihni brenda pak muajve, është një dinamike jashtëzakonshme e punimeve. Kontrata është 3 vjeçare, por puna do të kryhet shumë më herët dhe kjo tregon që kemi një dinamizim të punëve, të punimeve në përgjithësi në konsolidimin e infrastrukturës sportive të Kosovës. Lojrat mesdhetare i kanë palestrat, fushat, hapësirat ku zhvillohen lojt, ndeshjet dhe i kanë hapësirat e tjera ku bëhen përgatitje, stërvitje, trajnimet e tjera. Pra, sa më shumë hapësirat të tilla ndihmëse, aq më mirë përgatitemi për lojra mesdhetare. Loja e, sporti i notit dhe sportet e tjera të ujit në pishina do të zhvillohen në qendrën akuatike, të cilën do ta ndërtojmë. Ndërsa hapësirat e tjera, pishina gjysmë olimpike që po e ndërtojmë, po edhe sallat e tjera të sportit do ta kenë edhe rolin ndihmës në kuptimin e vendit ku përgatiten sportistët, ku i bëjnë trajnimet e tyre, përgatitjet e tyre për lojrat zyrtare. Është shumë e vlefshme, siç e thekson vazhdimisht edhe Ministri i Kulturës Hajrullah Çeku, për lojrat mesdhetare ta kemi këtë pishinë gjysmë olimpike, përveç se natyrisht që do të jetë një vend i mirë për rekreacion, për llapjanët dhe jo vetëm për të gjithë ata mysafirët që do të vinë në këtë komunë e në këtë trevë.